Pasuri dhe bollëk për këto 3 shenja horoskopi në janar. Në vend të parë Britsjapi. Muaji janar do të jetë një muaj ku do të mësoni nga përvojat që Saturni ju solli vitin e kaluar. Me Mërkurin në shenjën tuaj në fillim të muajit, ju do të vini në praktik ide të shkëlqyera në fushën e karrierës ose studimeve. Hëna e plot në gafore në 3 muajt në vazhdim do t'ju mësoj se si të bashkëpunoni në mënyrë më efektive me të tjerët dhe të kërkoni ndihmë. Ju kultivoni empatin tuaj dhe jeni të pranishëm në jetën e njerëzve. Kjo gjë do t'ju sjell një bollëk dhe pasuri. Në vend të dytë ujori, edhe pse viti do të hyjë me stinën e Britsjapit, janari është gjithashtu një muaj i rëndësishëm për ju, duke përgatitur terrenin për pjesën tjetër të vitit. Më vonë, kur Jupiteri të hyjë në shenjën e Luanit, do t'i përkushtojeni dashurisë dhe romancës. Për momentin, në 23 muajt në vim, pra edhe pas 2 vitesh, ju do të keni shumë fat dhe bollëk në pjesën e financave. Në vend të tretë të listës gaforja. Përqafojeni energjinë që ju sjell muaji i parë i vitit. Që nga viti i ri, Mërkuri ka hyrë në sektorin tuaj të marrëdhënieve, ndërsa në datën 3 të muajit janar, hëna e plot ju kujton se gjatë 6 muajve të fundit, perspektiva juaj mbi botën ka ndryshuar rrënjësisht. Ju keni evoluar, jeni zhvilluar. Tashmë është e rëndësishme të vini në kontakt me ide dhe mënyra të reja për të menduar, të cilat do t'ju nxjerrin nga zona juaj e komfortit.